A ke ndjerë vështirësinë në momentin që fillove universitetin, pasi ti përmende që në gjimnazin profesional ti ke marrë shumë njohuri të cilat lidhen me degën që do vazhdoje, ndryshe nëse do vazhdoje një gjimnaz përgjithshëm. A ke ndjesh vështirësinë në momentin që fillove në universitet dhe i the vetes që e drejt duhet të punosh fort tash? Patjetër, sepse tranzicioni nga gjimnazi në universitet është shumë, të paktën për mua ka qenë vërtet intensiv, edhe jam përpjekur në një farë forme që ta përjetoj edhe po them ta motivoj veten edhe ta marr veten me të mira, duhet ta them këtë, që mos ta kisha aq të vështirë. Normalisht më është dashur shumë punë, edhe këtë gjë unë kam ditur që në gjimnaz, sepse e kisha ndarë mendin që dua inxhinieri dhe pik. Më kishin thënë, kam pyetur edhe njerëz të tjerë, shoqe, persona të tjerë kushërinj që kanë studiuar inxhinieri para meje, edhe të njëjtën gjë më kanë thënë, tranzicioni nga gjimnazi në universitet është i vështirë, por kërkon punë. Edhe disi e kisha përgatitur veten, edhe ka qenë tranzicion i këndshëm.